Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës të emisionit Përshëllim këtu në Newsmax Balkans. Sot do flasim për disa çështje që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, kanë të bëjnë me NATO-n dhe me zhvillimet e fundit samitin Ankaras, natyrisht dhe me sfidat e mëdha të narkotrafikut dhe shtetit në së drejtës së Shqipëri, sfidat e sigurisë së brendshme dhe ato në planin ndërkombëtar. Për këtë kam nderin të kem në studio zotin Avenir Peka, i cili ka pasur një sër detyra si zëvendësministri i brendshëm, ka qenë sekretari i përgjithshëm në avokaturën e shtetit, ka punuar për një periudhë kohe si këshilltar pranë UNMIK-ut në Republikën e Kosovës, dhe ka qenë dhe drejtuesi i departamentit për siguri kombëtare në Partinë Demokratike. Mirë se vini zoti Peka. Faleminderit. Jemi në një periudhë shumë interesante, si thotë një shprehje vjetër kineze, ku samiti i NATO-s i Ankaras, i cili sapo u mbajt, doli me disa përfundime të rëndësishme. Ju si njohës i mirë i çështjeve dhe sfidave të sigurisë, mund të lexoni diçka përtej rreshtave që u bën publike nga deklarata rezoluta përfundimtare? Përfaqësuesit e NATO-s preferojnë ta quajnë NATO 3. NATO 1, ose NATO e parë ishte NATO e luftës ftohtë. NATO e 2 ishte NATO e zgjerimit në Europën, lindore në vitet 90 dhe vitet 2000. Dhe NATO 3 është rikonfigurimi i NATO-s dhe më tepër i rolit të shteteve anëtare, sidomos pas luftës në Ukrainë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në periudhën e presidentit Trump, edhe përpara atij, që nga koha e Obamës, kanë kërkuar nga vendet anëtare europiane të NATO-s që të kenë një kontribut më të madh, pasi kontributi në NATO ishte disproporcional. 80% e kontributit në NATO është i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Bashkimi Evropian dhe Kanadaja bashkë si ekonomi më e madhe se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe si popullsi më e madh. Pra kapacitetet janë aty. Plus që teatri i luftës, nëse do të referohemi, është në Europë, nuk është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës duke qenë fuqi globale, kanë interesa globale, që kryesisht shtrihen në linjën e largët në raport me Kinën, por edhe më afër kontinentin e tyre në kontinentin e Amerikës Latine dhe Amerikës Qendrore. Në këtë këndvështrim është e logjikshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kërkojnë rritje të kontributit të vendeve anëtare për disa arsye. E para, për të quajtur një kontribut proporcional me peshën e gjithë secilit. E dyta, për të lënë mundësi hapësirë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të përqendrohen në rajone dhe pika tjera të globit. Kjo pa cënuar mbështetjen apo dhe mburojjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Nëse shikojmë teatret të ndryshëm, edhe në linjën e largët edhe në Amerikën Latine, por edhe në Europë dhe në linjën e mesme, Shtetet Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të ndërtojnë një raport proporcional jo vetëm me Europën edhe me NATO-n, por edhe me vende tjera late, në linjën e mesme, por edhe në linjën e largët me Japoninë edhe me Korenë e Jugut, me Australinë pastaj çik më tutje. Përplasjet publike janë përplasje alla president Trump, por në vetvete janë përplasje brenda një familje të madhe, kur gjithsecili kërkon të përcaktojë rolin e gjithsecilit në këtë familje. Atë çfarë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e arritën dot me vendet europiane të NATO-s, me rritjen e buxhetit në 2%, që nga samiti Walesit të 2014-s. Atë po e arrin presidenti Trump, spari me sjelljen e tij çik të ashpër dhe brutale me Europën. Ju përmendët fjalën përplasje, në fakt është ose çarja transatlantike kanë përdorur disa. Është për shkak të buxhetit dhe është për shkak të mos kontributit mjaftueshëm të vendeve europiane, apo ka dhe shkaqe tjera ideologjike dhe ekonomike, politike, gjeopolitike që nuk shtuhen? Ka dhe shkaqe tjera. Dhe elefanti në dhomë në një këndvështrim është Rusia. Dhe përtej Rusisë është Kina. Ata që e shohin, ose Evropa është fakt establishmentin tërësi,
janë mësuar të shikojnë Rusinë dhe Kinën si të ndarë. Nuk janë të ndarë. E kemi parë edhe në luftën e Ukrainës, dhe kemi parë edhe në projeksionet e tyre afatgjata të bashkëpunimit në gjitha fushat. Sot ka një term tjetër që referohet bashkëpunimit të Kinës me Rusinë që quhet Dragon Bear. Dragoj dhe ariu. Këndvështrimi që shohin Shtetet Bashkuara të Amerikës është që nuk është vetëm Rusia, por është Kina që është sfida më e madhe. Dhe Kinën e shohin si sfidë më të madhe se sa bashkimi sovjetik në periudhën e luftës së Totë. Nëse kemi parasysh raportin që kishte bashkimi sovjetik me Kinën gjatë luftës së Totë, kur bashkimi sovjetik ishte fuqia dhe Kina ishte sateliti, sot ka ndryshuar rolet. Kina është fuqia, Rusia është sateliti. Rusia ka disa avantazhe që lidhen me gjeografinë, lidhen edhe me burimet natyrore. Edhe armët bërthamore. Armët bërthamore vinë në një nivel tjetër. Ato çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të bëjnë është po mundohen të distancohen ose të krijojnë një hendek midis Rusisë dhe Kinës. Çësia që ka presidenti Trump dhe administrata amerikane në negociatat me Rusinë dhe me Ukrainën duhet shikohen në këtë këndvështrim. Nuk është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe në këtë administratë janë kundër Ukrainës edhe pro. Pra është quajtura Kissingeri në reverse. Është Kissingeri në reverse. Nëse shikon me vëmendje se çfarë kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është diçka që shkon në të kundërt me retorikën ose me kritika që ne jemi parë. Lufta në Ukrainë ka vazhduar, mbështetja ndaj Ukrainës është rritur, sidomos me rritjen e kapaciteteve të goditjeve brenda territorit, raketat me rrezë gjatë brenda territorit rus, po ndërkohë që Rusia është mbajtur e lidhur me Ukrainën, Rusisë janë prerë krahët në anët tjera. Kemi parë me Venezuelën, do ta shohim me Kubën, kemi parë me Iranin, me Sirinë, janë gjitha shtete satelitë të Rusisë. Kemi parë në Azinë qendrore, marrëveshje. Peka dakord, po kam një pyetje drejt për drejt. Kemi burimet e inteligjencës publike që janë bërë publike, të inteligjencës britanike, inteligjencës gjermane, po përmend vetëm 2 prej tyre, po dhe franceze mos gaboj, të cilët kanë thënë që Rusia është gati për një luftë ndaj një vendi antar të NATO-s brenda vitit 2027-2028, disa tonë deri në vitin 2030. Keni një koment lidhje me këtë? Jo nga amerikanët, këtë kemi vetëm nga europianët. Nëse i referohemi luftës hibride si luftë, po. Rusia është në luftë hibride me. Jo, po flasim për luftë konvencionale, flasim për lajmërime për Jo, nuk mund të ndodhë. Kjo vjen si arsye. E para është njëherë para përgatitje. Do shtri duhet të jenë. Sharakisht vendet duhet të jenë para përgatitura. Dhe e dyta është që duke qenë se buxheti i mbrojtjes, sipas marrëveshjes së Hagës të vitit shkuar, që do të jetë 3.5 plus 1.5%, 5%. Vendet anëtare deri para pak kohësh e kanë patur poshtë nivelit 2. Madje ka edhe vende që janë poshtë nivelit 2%. Kanë qenë diku ke 1.6, 1.7, tek 1.8 ka qenë mesatarja. Dhe të marrësh të ngresh buxhetin e mbrojtjes nga 1.8 në 5% është shumë. Dhe në 2035. Dhe në 2035, por këto para do të merren diku. Dhe do merren nga programe sociale. Kështu që edhe opinioni publik do të përgatitet. Po dhe Rusia ka rritur, ka 35% të GDP-s, si asnjë vend tjetër në Rusia ka rritur, por Rusia ka buxhet lufte. 150 miliardë. Rusia ka buxhet lufte. Rusia është në luftë. Vendet europiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në luftë, po janë luftë proxy. Në kuptimin që luftën e bën Ukraina, kostot i ka Ukraina, mbështetja që ka Ukraina është e madhe, por nuk është e mjaftueshme. Ajo mbështetje nuk ka qenë që në ditën e parë. Ne dim fillimisht pas sulmit rus, mbështetja ka qenë qesharake, fyse. Besoj kujtohet kur Gjermania ofroi 5.000 helmeta ndihmë të Ukrainës në fillim të luftës parë, ndërkohë që tani jemi tek raketat Patriot. Ka ndryshuar dinamika. Qasja ndaj Rusisë është qasje që ka këndvështrime të ndryshme. Ka një qasje që është agresive,
që kërkon mundjen totale të Rusisë. Ka një qasje tjetër që kërkon dobësimin e saj deri në atë pikë që sa të mos përbëj kërcënim dobësimi i saj. Rusia ka një kërcënimi më i madh rus, besoj, nuk vjen nga fuqia e saj. Vjen nga pafuqia e saj. Shtetet ose në konvërshtrim, Rusia është më i fuqishëm nga që mendojnë disa dhe më i pafuqishëm nga Obama ka quajtur fuqi rajonale dikur, jo fuqi globale. Ishte këto gricjet është më shumë se sa fuqi rajonale, por nuk është fuqi globale. Dhe vjen fuqia e saj vjen për shkak të gjeografisë, për shkak të shtrirjes së saj në dy kontinente, për shkak të aksesit saj që ka në polin e veriut, aksesin e saj që ka në detrat e ngrohta, dhe për shkak të armëve konvencionale, kryesisht raketet dhe armët bërthamore. Këto janë sfide që ka Rusia. Për shkak të gjeografisë saj, gjithçka është përqendruar në pjesën europiane të Rusisë, sepse popullsia është vendosur këtu, ekonomia është vendosur këtu, aksesi me vendet e tjera ose kufiri me vendet e tjera është këtu dhe ka qenë historikisht. Gjeografia është e tillë që është e sheshtë dhe e bën të mundur sfidat, se pjesa tjetër, Siberia, nuk i duhet askujt. Po zoti Peka, kemi me që përmendet fuqitë e mëdha. Natyrisht i dihet që tre fuqitë e mëdha, kuptohet Shtetet Bashkuara dhe Kina sipas gjithë parametrave, të fuqisë të butë, fuqisë të ashpër, nivelit ushtarak e tjera, por dhe Rusia për shkaqet që ju përmendët, janë të tre fuqitë më të mëdha. Por kam lexuar së fundi një artikull të Richard Pipes, si bëri goxha buj, që thoshte fuqia e katërt më e madhe sot është Irani. Dhe ai e thoshte jo në nivelin që Irani mund të matet ushtarakisht apo ekonomikisht, apo me parametrat e tjerë që jemi mësuar të fuqisë butë me këto tre fuqi, po për shkak të gjeografisë, për shkak se zbuloi Hormuzin në një mënyrë për të bllokuar tregtinë ndërkombëtare me kosto afatgjata për shumë shtete. Është kjo, do të thënë, egzageruar apo është egzageruar. Ajo çfarë jep Iranit fuqinë nuk është kjo. Është gjeografia, po është edhe pozicionimi politik, ekonomik, ushtarak. S'pare Irani është një vend që ka një histori gjatë, është një perandori dhe është racë e fortë. E dytë është një vend që ka një gjeografi të tillë që është papushtueshëm. Ka pika dota, se që në bregu që lidh me kanalin e Hormuzit, ka një popullsi relativisht madhe, 90 milion. 90 milion, ka një ushtri të fuqishme rajonale, po nuk është Ka dhe proxy. Globale. Fuqia e saj reale ishin proxyt. Dhe ajo çfarë i ndodhi asaj është që fillimisht ju goditën proxyt. Proxy kryesor ishte Siria. Ishte Hezbollah, ishte Hamasi, është Iraku, për shkak të Ka i Hezbollah në Irak. për shkak të popullsisë përqindjes madhe të, sepse janë shumicë shia, por Edhe Houthit në Yemen. edhe Houthit në Yemen. Problemi që është me kanalin e Hormuzit është që kush është avantazhi i Iranit? Avantazhi i Iranit është përdori ekonominë në luftë. Dhe ushtarakisht nuk përballet dot me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është irrelevant. Që me të kur nëse shikojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe me Izraelin apo edhe me vendet e tjera. Ushtarakisht nuk përballet dot. Po ka arritur të prodhojë inflacion në gjithë botën. Por përdori ekonominë, duke bllokuar kanalin e Hormuzit, përdori ekonominë për të detyruar Shtetet Bashkuara të Amerikës që të ndërpresin luftën. Kjo ka dhe të mirën e vetë edhe të keqen e vetë. Të mirën e ka që në afat shkurtër ja jep si armë. Në afat gjatë është të dëmshme, sepse në afat gjatë detyron vendet përreth që të krijojnë dhe të ndërtojnë kanalet të reja të transportit gazet edhe të naftës, të cilat gjak kanë filluar. Dhe ne këtu do jemi pas pak vitesh, kanali i Hormuzit do jetë tërësisht irrelevant në aspektin si choke point në zinxhirin e furnizimit, sepse do anashkalohet totalisht.
dhe do ngeli vetëm Irani, e cila do e përdori kanalin e Hormuzit dhe nuk do ta përdori nga aset do e kthehet barr, sepse nesër pas nesër kur të ndryshojnë gjërat, atë kanal do e përdori kryesisht vetëm Irani, e cili pastaj do jetë vulnerabël në rast të situatave të ngjashme. Me që përmendëm Iranin, zoti ka një veçori, Shqipëria është vendi ndoshta mirë rrezikuar nga Irani, paktën në atë diskursin apo ligjërimin zyrtar për shkak të sulmeve kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë, luftë hibride në fakt. Jo, s'është ajo. Apo është egzageruar dhe kjo? Nuk është ajo fare. Ajo çfarë ndodhi ishte kjo. Në vitin 2012, qeveria ose po e marrim ndryshe. Ish senatori John McCain ndërmori një nismë në Kongresin Amerikan. E ktheu në nismë bipartizane. Për të ndihmuar të grupin e mujahedinëve që kishin ngelë në Irak, opozitar të regjimit. Dhe synimi i tyre ishte zhvendosja nga Iraku me vendet të tjera në mënyrë që të tiruanin sepse Irani do të eliminonte gjithë. Do miratuar një ligj. Qeveria e administrata e presidentit Obama e kishte detyrim ligjor për të gjetur një vend se ku të sistemonte. Ata ishin të shpërndarë në përbot, por një numër i madh, diku ke 3.800, 4.000 ishin vazhdonin të ngelin në Irak. Dhe në vitin 2012 ata ndërmorën pas miratimit të ligjit, ndërmorën një nismë për të relokuar në vende të ndryshme. Në atë kohë, qeveria e zotit Berisha ulë në bisedime me administratën amerikane dhe pranoi të merrte diku ke 200 veta, 200 persona nga. Atë opozita socialiste në atë kohë bëri shumë zhurmë për ata 200-300, ndërkohë që vetë mori 3.000-4.000. Sigurisht. Dhe transportimi i tyre sigurisht u bë nëpërmjet OKB-s, por ishte kërkesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në pranverën e vitit 2013 ata erdhën u zhvendosën, mbledh gjatë periudhës fushatës erdhën dhe u zhvendosën. Në vitin 2015 Rama e kishte pozita të vështira me administratën e Obamës për shkak të dështimit të iniciativës për armët kimike në Shqipëri dhe kërkonte që të riparonte marrëdhëniet. Rama e këshilluan edhe i thanë që presidenti Obama do të japë një zgjidhje përfundimtare sepse ishte duke negociuar marrëveshjen me armët bërthamore me Iranin. Marrëveshje që u arrit në korrikun e vitit 2015. Madje së fundmi, nuk e di nëse i keni ndjekur, por kjo është temë tjetër dhe mund ta cekim, ka ndalë evidenca që u sakrifikua në një farë mënyrë Kosova dhe gjykata e Hagës. Është vërtet. Dhe ndërsa me Kosovën ndodhi ajo që ndodhi, sepse ishte Rusia që i kërkoi në këmbim edhe të gjërave tjera, por ishte kjo e gjykatës speciale në Kosovë. Qeveria shqiptare ju vetë ofrua, të mos gaboj në mars, ka qenë marsi 2015, ju vetë ofrua administratës presidenti Obama dhe tha i marrë gjithu. Ishte një krizë që administrata donte ta zgjidhte. Dhe në atë kohë Rama i bëri një nder të madh. Ky nder ju shpërblye me një vizitë në shtëpinë e Bardh, që ose u kujtohet atëherë me ministrin e jashtëm dhe ministrin e brendshëm. Shqipëria nuk mori gjë në këmbim, sepse pazari nuk ishte të merrje në këmbim. Pazari ishte që Rama të rivendoste marrëdhëniet individuale, dhe ky është problemi që ne kemi pasur gjithmonë me partnerët ndërkombëtar, që çdo marrëveshje që ka bërë Shqipëria nuk është bërë në të mirë të Shqipërisë, por është bërë për ta mbajtur Ramën në pushtet. Do u zhvendosën këtu. Ata u zhvendosën këtu në një farë mënyrë si azil. Me një çoshë nuk i prishnin punë askujt, ndiqnin jetën e vet. Kjo është marrëveshje. Kur erdhi në 2016 administrata e presidentit Trump, ai ndryshoi 180 gradë raportin me Iranin. Prishi marrëveshjen e armëve bërthamore, vendosi sanksionet dhe filloi flitej për ndryshim regjimi. Në atë kohë këta u bën relevant, sepse ishin opozita. Ka qenë një periudhë kohë gjatë administratës së presidentit Trump që Shqipëria ka qenë kthyer, ose kampi në Mans ka qenë kthyer në vend pelegrinazhi për kongresmen, senator dhe zyrtarët amerikanë. Ishte zëvendës presidenti, ish zëvendës presidenti, ish sekretari i shtetit, shumë të tjerë të pranishëm. Deri ku erdhi administrata tjetër. Administrata Biden prap e ndryshoi qasjen, u rikthye tek qasja e administratës më përpashme. Këta prap kaluan
në dorë të dytë, u kthye në irrelevant dhe u ndalua çdo lloj aktiviteti. Nëse ju kujtohet, operacioni i famshëm i forcave speciale para 3 ose 4 vjetësh ishte pikërisht për këtë, për të ndaluar aktivitetin e këtyre. Në atë kohë, në 2019 dhe në maj të vitit 2019, Kongresi Amerikan ka miratuar një rezolut bipartizane ku i kërkonte qeverisë e Bashkuara të Amerikës, ti kërkoi qeverisë Shqipërisë mbylljen e ambasadës së Iranit në Shqipëri. Rava nuk e bëri. E shtyu, derisa u përdor argumenti në 2021-shin, pra rezoluta është e 2019-s, derisa u përdor argumenti në 2021 apo në 2022-shin e sulmeve kibernetike. Kjo ishte strategjike nga në? Nuk ka asnjë provë që ato sulme kibernetike të ketë bërë Irani. Domethënë, qeveria shqiptare nuk ka qenë transparente, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, por qeveria shqiptare nuk ka bërë transparencë për treguar se si është Irani pas kësaj. Sepse, të paktën me sa përket mua, në bisedat edhe komunikimet që kam pas me ekspertët të teknologjisë e informacionit, ata dyshojnë ose janë me 99% të bindur që sulmet që janë bërë, sulmet kibernetike që janë bërë tek Akshi, por edhe tek sistemet e tjera, janë sulmet të bëra nga grupi mafioz që është i përfshirë në dosjen e Akshit. Janë ato kompani që kanë bërë. Pa përmend faktin që sulmi i parë që është bërë Akshit është sulmi që ka bërë Erion Velia në 2021 ku nxori listën e patronazhistëve. Ato ishin të dhëna të nxjerra nga Akshi, nga sistemi i Albanias. Nuk ishin të kompiluara ishin të marra nga sistemi i Albanias. Ai është sulmi i parë. Ajo po thoni që Irani shpërdor thjesht si mburoi Irani është ajo që është. Por ka pasur Irani ato çfarë ka bërë është që të paktën ndjenjën time ka pas 2 përpjekje për sulme terroriste. Njëra tek kryegjyshata dhe tjetra tek kampi, të cilat janë parandaluar nga institucionet tona të sigurisë në bashkëpunim me institucionet tjera. Ambasada e Iranit u mbyll për shkak të aktivitetit të spionazhit dhe të terrorizmit të qeverisë iraniane. Jo për shkak të Akshit. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i interesonte rezultati. Rezultati ishte largimi i ambasadës, mbyllja e ambasadës këtu, sepse krynte aktivitete subversive. Por askush nuk ka arritur ta lidhë dot publikisht të paktën Iranin me sulmet kibernetike. Nëse më pyet mua, sulmet kibernetike burojnë nga Shqipëria. Pastaj se si përdoren, se kush grupe rekrutohen e marrin e bëjnë, a janë nga Çipra, a janë nga Irani, a janë nga India, është çështje tjetër. Por personat kam arsye për të besuar fort që personat prapa sulmeve kibernetike ndaj Shqipërisë janë këto kompanitë e përfshirë. Shprehjes së famshme romake, kush përfiton në funditës? Janë këto. Shqipëria në raport me Iranin është tërësisht irrelevante. Sepse vetmja gjë që ka Shqipëria është një 3000 ca veta, se disa tjerë kanë një 3000 ca veta që rrin këtu. Leadershipin politik nuk e kanë këtu, e kanë në Francë dhe e kanë shpërndarë në vendet e tjera. Këta mund bëhen sfidë nëse do organizojnë kryengritje në Iran, gjë që nuk jemi aty. Irani ka sfida tjera sot. Irani ka sfida me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka me Izraelin, ka me vendet e tjera, dhe nuk përbën sfidë. Jo, e përmenda Iranin zoti Peka sepse zoti Rama ka përmendur agjentura të huaja, të cilat kanë mobilizuar protestën. Zoti Rama nuk përmend. Irani është një prej shteteve që Zoti Rama në Rusisë, Zoti Rama ka përmendur këto sepse nuk përmend ato që duhet përmend. Zoti Rama nuk del dot u thot të vetëve që organizimin e këtyre protestave e ka bërë Sorosi. Dhe të shpjegoj shqiptarëve se pse Sorosi, cili është patroni i tij, po i bën këto protesta. Pastaj se kush ka fut duart dhe grupet të tjera, ajo është më pak relevante. Rama të shpjegoj shqiptarëve, sepse në për tavolinë e thonë. Tavolina nuk është as Irani, nuk është as Greqia, as Serbia, as Rusia. Të në palavra. Por, organizatat të cilat kanë
organizuar këto protesta dhe janë në ballë të tyre, janë organizata majtiste, janë shoqata ambientaliste, të cilat të gjitha të financuara nga edhe në krijesa të. Ja kemi sulme brenda llojit. Në këtë protestë janë bërë, po themi në një këndvështrim, miqtë edhe armiqtë e Ramës janë bërë bashkë. Sepse janë bërë bashkë është një histori tjetër kjo. Janë bërë bashkë sepse ky ka futur hundët në as shumë gjëra, saqë janë ndryshuar ato balanca dhe nuk ekzistojnë më ato balanca. Por protestat, këto narrativat e Polia Gjend kishim dekada që si dëgjonin. Dhe befas është qesharake, kuptohet që vende ndryshme kanë vëmendje se çfarë ndodh, normalisht edhe mund ta ndjekin me vëmendje. Por kjo është lutë brenda llojit. Unë e kam parë si një mekanizëm, nëse interpretimin tim, unë e kam parë si mekanizëm që duke parë që Rama është në largim, dhe largimi i tij çon edhe në shkatrimit të paktën të leadershipit politik të Partisë Socialiste, po kërkojnë të krijojnë një opozitë tjetër të majtë në mënyrë që të thith votuesit socialistë, mos krijojnë një vakuum dhe zëvendësimin e Ramës si një përfaqësues të majtës, po themi globale. Në shesh ka dhe shumë përfaqësues të Partisë Demokratike të gjatë opozita. Pra nuk është monopoli një fraksioni apo një. Edhe unë jam për natë në shesh. Por organizimi, mikrofoni ndoni të. Mikrofoni dhe organizimi fillestar i saj ishte për këto arsye. Pastaj u futën shumë faktorë. Jo agjentoror, por faktorë që panë sheshin si një vend kur mund të shprehnin pakënaqësinë e tyre. Dhe pakënaqësia ndaj qeverisë është aq e madhe sa që ke arritur të bashkosh të gjitha stratat e shoqërisë. Ke të majt, ke të djathtë, ke të paangazhuar. Është forca protestës, po një herë si dobësia e saj. Nuk përkthehet në një momentum politik siç u përkthye ku diun në Bullgari apo në Hungari dhe prodhoi një rezultante politike që ishte rotacioni. Kjo do prodhoi rezultatin politike që është rotacioni. Por nuk do e prodhoi në një parti të vetme që nxjerr kjo protestë. Do e prodhoi duke rritur presionin pozitiv të brendshëm, por edhe të partnerëve për ndryshime substanciale. Dhe nuk është thjesht largimi një qeverie dhe ardhja një qeverie tjetër, por ndoshta, nëse shkon mirë, mbyllja një kapitulli 35 vjeçar. Që nuk kupton rikalibrimin e sistemit politik. Fillon nga ndryshimet kushtetuese, nga ligji për referendumet, nga sistemi zgjedhor dhe gjithçka që vjen me të ndarje administrative. Pastaj edhe këtë ligjet e tjera që janë pjesë. Këto janë kërkesat e protestuesve dhe të opozitës politike në Shqipëri, po zoti Rama ka refuzuar deri tani të pranojë ato, qoftë në blok, qoftë të adresuar disa prej tyre. Zoti Rama nuk është në pozitë as të refuzojë dhe as të pranojë. Sepse zoti Rama nuk e ka problemin me sheshin. Problemin me sheshin do ta zgjidhte siç e zgjidhte lëvizjen studentore. Ndryshoi 7 ministra dhe i dha një furqe edhe e mbylli. Zoti Rama problemin e ka tjetër kund. Sheshi është thjesht presioni i jashtëm ose presioni i dukshëm mbi qeverinë. Presioni tjetër është kuptohet presioni opozitar, është presioni i organeve të drejtësisë që pavarësisht që kanë në një farë mënyrë kanë kontroll ata po zgjasin, por nuk e mbajnë dot në pafundësi, është presioni pastaj diplomatik edhe politik që një pjesë shifet, një pjesa më e madhe nuk shifet. Ajo çfarë Rama nuk po arrin edhe po çon po zgjat zgjidhjen, është gjetja një kompromisi me faktorin ndërkombëtar. Kompromisi nuk ka tani që po e kërkon, por ka që në janar të vitit të shkuar, pra kur ndryshua administrata në Shtetet Bashkuara, që po e kërkon. Dhe kush është kompromisi i tij? Ai çfarë po kërkon? Është një zgjidhje ala Nama, që të largohet dhe të mos ngacmohet. Atë kompromis nuk po e jep kush. Dhe prandaj zvarritet. Nëse shikon zgjedhjet e vitit kaluar, kishim 2 liderë politik që secili kishte nga një problem të madhor. Kishim Sali Berishin që kishte non grata në një anë dhe futim fushat, duke qenë i sanksionuar, dhe kishte Edi Rama që ishte i fuqishëm, por që e dinte që
krisja e madhe ka ndodhur dhe kërkonte një marrëveshje. Në fushatën e vjeçme, as Rama dhe as Berisha nuk arritën dot atë çfarë kërkonin. Berisha nuk e arriti dot në ngratën, Rama nuk e arriti dot këtë marrëveshje për të larguar paqësisht. Ndodhi. Luftuan të dy marrëmet e veta. Rama kishte alterime e rëndë dhe nxori atë rezultat që nxori, duke përdorur gjithë mekanizmat. Paratë shtetërore, presionet, patronazhistët, grupet e krimit organizuar, manipulimin, vjedhjen, gjithë mekanizmat. Por kjo nuk e zgjidhi krizën e Ramës. Kjo vetëm sa e shtyu. Kjo mund ta bënte faktor relevant në gjetjen e fuqia e tij elektorale. Ai mendoi që do ta përkthente një fuqi negociuese. Momenti që kishte për ta bërë atë fuqi negociuese, ai nuk është frizoi. Në fund vitit kaluar, kur u udhër arresti për Belinda Ballukun. Aty ishte momenti i artë i tij për ta arritur këtë marrëveshje, që ta përdorte rastin e Belinda Ballukut për të larguar edhe vetë në farë mënyre, por nuk e afruan prapë marrëveshjen. Dhe kriza vazhdoi edhe u zgjat. Ku erdhi puna pastaj në pranverën e këtij viti tek përplasja me Bashkimin Evropian, po prapë për Belinda Ballukun, Rama qëndroi fort sepse nuk ishte marrëveshje. Kur filluan protestat, që nuk e priste askush, as Rama nuk e priste vetë, kur filluan protestat, jo keni parë reagimin e Ramës. Fillimisht ishte emocional, ishte i ngarkuar, i merrej fryma. Por unë kam parë konferencën për fjalën e tij që ka marrë te grupi parlamentar. Dhe ai përdori fjalë kodat. Sheshita kërkon marrëveshje, tha. Po unë nuk kam parë tha marrëveshje, tha. Të na sjellin, tha. Po ajo marrëveshje tha s'ka për të ardhur kurrë. Nuk po i referoj sheshit. Po referoj asaj marrëveshje të cilin kishte një vit e gjys. Një vit e gjysmë që e priste. Ai po mundot ta zgjas zgjidhjen e krizës. Atyre të vetë vull thot do përdor modelin serb, siç përdori presidenti serb me protestat e studentëve, shtiu një vit e gjys duke zvarrit, me mendjen që do vinë pushimet e verës dhe do kalohet në vjeshtë dhe do harrohet ose do dalin ndonjë krizë tjetër. Por kjo është për të ndejtë këtu. Sepse nuk është vetëm protesta mekanizmi i presionit. Protesta është një nga mekanizmat e presionit. Herët a vonë, në mos në korrik, në shtator, këti do i vinë kërkesat për arrestimin e Belinda Ballukut. Do i vinë kërkesat për arrestimin edhe të ministrave tjerë, edhe të zyrtarëve tjerë të lartë. Dhe do duhet të përballet po prap me të njëjtën krizë të cilën ai kujtoi që është mangu në pranverë. Por vizemi në fund të emisionit për të rikthyer fillimit të diskutimit ton. A ishte kjo vizitë në Ankara një rikonfirmim apo një legjitimim ose kërkimi i legjitimimit nga ana e zotit Rama dhe mundësia e samitit për vitin që vjen, gjë që na konfirmoi vetëm zoti Rama, se s'kemi parë konfirmim nga NATO. Tani ftesa zyrtare nga organizatorët, që është presidenca turke dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ka qenë për presidentin e Republikës. Është hera parë që ftesa vjen për presidentin e Republikës, sepse në NATO gjithmonë si drejtuesi i delegacionit shkon kryeministri si ekzekutiv. E vetmi rast kur presidenti ka qenë në një takim të NATO-s, ka qenë 2009, kur është pranuar Shqipëria në NATO, po atëherë të është marrë e gjithë klasa politike ka qenë e pranishme, ndërkohë përfshirë edhe opozitën. Edhe zoti Rama ka qenë marrë në delegacion, sepse ishte një festë e madhe. Në rast të tjerë është kryeministri, sepse ai është personi përgjegjës për sigurinë kombëtare mbas të kushtetutës. Ftesa që erdhi për presidentin, ti i doqi shumë dhe me arsye. Ky bëri presion presidentit, sepse presidenti e ka në kontroll, ai hoqi dorë, dhe sigurisht që ky drejtoi delegacionin. Ajo çfarë kërkonte Rama ta arrinte atje, jo vetëm që nuk e arriti, por e turproi. E para me këto budalliqet e tij me atletet bardha me këto. E dyta fakti që jo vetëm që ndërkohë që liderët e tjerë shkonin në Ankara dhe bënin biseda bilaterale, takime bilaterale, Rama merrej me inspektimin e sallës asaj stadiumit të koncertit që do bëhet tani. Pra ishin dy gjëra krejtë ndryshme. Irrelevanca e Ramës u tregua edhe në deklaratën përfundimtare, kur nuk përcaktohet Shqipëria si vendi pritës i samitit të ardhshëm.
që t'jemi të sinqert. Deklarata e vitit të shkuar e përcakton të Shqipërinë. I referoj një deklaratë të sekretarit përgjithshëm të NATO-s. E them edhe këtë. Tiranën. Dokumenti zyrtar nuk e përmend Tiranën. Çokat që i bën sekretari i përgjithshëm Ramës, jemi mësuar me çokat që i bën Marta Kosë edhe këto të tjerat. Por nuk është ky problemi vetëm. Problemi është më i madh se sa kaq. Sepse e para njerë nuk dihet a do ketë një summit në vitin 2027. E dita nuk dihet se kush do jetë formati i këtij summiti. E treta nuk ka një datë të caktuar edhe nëse do jetë në 2007. E katërta pa qëndrueshmëria politike në Shqipëri. Dhe e katërta pastaj që a do jetë në Shqipëri apo jo, por për mua më rëndësishme është kjo. Shqiptarëve intereson që të jetë në Shqipëri sepse por më rëndësishme është kjo që pati apo nuk pati summit në Tiranë, uroj të ketë, Edi Rama nuk do jetë personi që do organizojë këtë summit. Kjo është më rëndësishme për shqiptarë. Pra shqiptarët duan që summiti të mbahet, po Edi Rama të mos jetë. Dhe unë kam përshtypjen që nëse mbahet, jam 100% i sigurt që Edi Rama nuk do jetë personi që do organizojë këtë summit, që do jetë prisi i këtij summiti. Atëherë po e mbyllim me këtë kumd, duke parë dhe zhvillimet e vitit që vjen, se kjo gjë do materializohet apo jo. Kisha kënaqësinë të kisha ftuar në studio zotin Aveni Peka, këshilltar për sigurinë kombëtare pranë kryeministrit dhe ish ministri i brendshëm, një ekspert i njohur i çështjeve të sigurisë kombëtare ndërkombëtare. Miru takofshin në puntatën e radhës.